E nderuara familje Gjeloshaj, të nderuar të pranishëm. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Maltezi, me marrjen e lajmit të ndarjes nga jeta e Zef Tom Gjeloshaj, vendosi që të mbajë këtë orë përkujtimore si obligim ndaj atyre shqiptarëve që në një mënyrë anë një tjetër lanë gjurmë në kohën kur jetuan, duke kontribuar për të mirën e vendit. Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Maltezi me në krye zotri Faik Nikën e ndjen si obligim qensor të krijojë një memorie kolektive të shqiptarëve në Maltezi, për secilin person që vendos qoftë edhe një guralec në mirëqenien apo mirëvajtjen e kombit ton. Njërin nga personat e tillë është padyshim edhe Zef Tom Gjeloshaj, prej të cilit po ndahemi sot me këtë orë përkujtimore. Të nderuar, ju ftoj që me një minutë heshtje të përkujtojmë dhe të nderojmë emrin dhe veprën e të ndjerit Zef. Lavdi i qoftë. Të nderuar zonja dhe zotrin, para jush ftoj Nikol Berishaj që të mbajë fjalën e rastit për jetën dhe veprën e Zef Tom Gjeloshaj. Urdhroni Nikol. E nderuar familje të ndjerit Zef Tom Gjeloshaj, e nderuara bashkëshortë e Zefit Vitore, djem Kol e Mark, bia Ana dhe Bera, i nderuar vllau i Zefit Gjelosh, motrat Mri dhe file, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin. Në rastet të tilla, kur familja ndahet nga një afërm i vet, siç po ndaheni ju sot, sado në moshë të jetë ai, familja ndjen një zbrazti që shkakton ndarja, përjetohet një ndjenje posaçme që nuk mund të shmanget, por sado pak mund të lehtësohet me shtrirjen e dorës në ngushëllimin nga të tjerët, si respekt ndaj të vdekurit dhe ndaj jush. E vetmja gjë në botë që duhet të përjetojmë të gjithë është vdekja. Ajo është pjesë e jetës së secilit prej nesh. Ajo nuk është në duart e as në pushtetin e asnjërit, por në pushtetin e secilit prej nesh është zgjedhja e rrugtimit drejt vdekjes. Të parët tonë, në filozofinë jetësore të bazuar në përvojat qindra vjeçare, e kanë ruajtur në thesarin e vet thënien i lumi ai që menon për këtë ditë. E Zefi, prej të cilit po ndaheni ju si familje, por edhe të gjithë ne, që së paku kemi pasur rastin të njohim atë, duket se gjithmonë ka pasur këtë thënie në thelbin e vetdijes së vet. Ai ka menduar dhe vepruar për këtë ditë. Ka menduar dhe vepruar në bazë të asaj që mësoi që në fëmijëri nga familjarët e tij, nga baba Tom Hasi i Trieshit, dhe nga nana Lula e Dog Gjeloshit, e lindur Lucaj, po ashtu nga Trieshi. E mësoi nga mënyra e edukatës së tij brenda fisit të famshëm Gjeloshaj, që dha fytyra të ndritura, e me siguri edhe nga gjyshi i tij Hasnika. Është e vërtetë e pamohueshme se historinë shkruan fituesi, ashtu edhe rastin e familjes së Zefit. Prej këtij rasti, pra, kanë ardhur të ne shkrime dhe vlerësime të shumta për disa të tjerë, por jo vetëm prej kësaj familje, më të shumta se për më të afërmin e Zefit Hasnikën, gjyshin. Dallimi ndërmjet tyre shihet në qëndrimin ndaj faktit historik që ndjeu malësia fuqishëm, kur në Kongresin e Berlinit me 1878
fuqitë e mëdha vendosen të ndajnë territorin e pandashëm të Malësisë dhe t'ia falin trieshin e Kojen Malit të Zi. Në atë rast, sipas dhënave të kohës, një pjesë e konsiderueshme e banorëve të trieshit nuk u pajtua me këtë vendim dhe braktisën plangun e vet. Këtë fakt e vërteton edhe dokumenti që sot ruhet në arkivin e Malit të Zi, ndega e Ministrisë së Punëve të Jashtme, rreth protestës energjike të krahinës së Kuçit, pra nga Trieshi, Koja, Fundna dhe Rahoja, mbi aneksimin që u kishte bërë këtyre trevave Mali i Zi. Dokumentin nga kjo protest e zhvilluar në Shkodër me 4 prill 1980, si pas studiusit ton Mark Junçaj, e kishin nënshkruar Ram Hysa Qetkaj nga Fundnat, Hasnika Gjeloshaj nga Trieshi dhe Ded Ivani. Geg Ivani. I brumosur me traditën malësore të mësuar në familje, a I pati edhe një rast tjetër të rëndësishëm për mësim. Në trurin atë bot 15 vjeçar të Zefit, unë ngulit rasti tashma I kthyer gati në legjend I mbrojtjes së mikut në shtëpinë e të afërmit të tij, Dod Smajlit Gjeloshaj. Por, edhe nga ana e dajave Zefi rrjedhte nga një familje njohur, jo vetëm në Trieshe Malësi, por edhe më gjerë. Pinjolli I kësaj familjeje ishte edhe daja I tij, Lucdoka Lucaj, emrin e të cilit me dekada e gjejmë si antar dhe kryetar të Komisionit për përpilimin e plan programit të shkollave në gjuhën shqipe në Maltëzi. Zefi e përfundoi shkollën fillore në Trieshën Tuz, ndërsa gjimnazin dhe shkollën e lartë në Split të Kroacisë. Malësia, dhe jo vetëm, e njohu Zefin më së shumti si të punësuar në entin e punësimit të Malit të Zi, në kohë kur në institucionet shtetërore të Republikës së Malit të Zi, kuadrat shqiptar mund të numëroheshin me gishtat të një dore. I afërm për çdo njërin, I gatshëm që të ndihmoj bashkëvendasve të vetë në kohën kur opinioni publik ishte marrë një konotacion tejet negativ ndaj të gjithë shqiptarve dhe kur diskriminimi ndaj nesh edhe përkundër narrativit propagandistik të pushtetit komunist shihej në çdo hap. Zefi ishte aty për nevojat e secilit malësor në të gjitha institucionet shtetërore, e në veçanti aty ku ishte I punësuar. Edhe sot, jo rrallë, hasim në njerëz të gjitha strukturave shoqërore që flasin me pietetin më të madh për të. Madje jo vetëm ndër shqiptar, por edhe ndër kombe tjera. I qetë, fjalë bukur, fjalë ëmbël, por I pa kompromis në qëndrimet e veta, Zefi krijoi një imazh të njeriut fisnik kudo që gjendej. Ai ishte provu se njeriu stabil në të gjitha aspektet nuk mund ta prish koha, por I prin asaj dhe në të gjitha mënyrat mundohet të bëjë së paku më të durueshme, jo vetëm për veten, por për të gjithë ata që patën rastin ta njohin. Ati nuk I nevojiteshin, as nuk kërkonte poste e grada, e aq më pak të vraponte pas tyre. Madje, as atëherë kur postet I merrnin analfabetet që kishin mësuar t'i përsërisnin frazat propagandistike të kohës. Nuk shfaqte lakmi për gjërat të tilla. Misioni I tij kryesor ishte familja, malësia dhe kombi shqiptar. Një ndihmë për të e vogël, për shumë kë ishte e madhe, ishte e paçmonshme, edhe pse ndoshta me vonë të ndihmuarit as nuk ja dinin për nerë. Zefi vazhdonte të ndihmonte të gjithëve që kërkonin ndihmën e tij, e të tillë kishte gjithmonë. Me bashkëshortën, Vitorën, të binë e Kolmarashit Berishaj, kriju një familje shembull. Thuhet se pas një burri të suksesshëm gjithmonë gjendet një grua përkushtuar, edhe Vitorja ishte e tillë, ndonë se mua, nga se e kom të afërt,
as që me takon të flasë më shumë për te. Dhe në kohën kur Zefi po jeton të ditët e bukura të pensionimit, atë dridhen fuqishëm dy raste shumë të rënda. Vdekja nipit të tij Viktorit, si dhe nipes Marinës, vajzës së vllaut. Ishin ato goditje tepër të rënda, jo vetëm për te. E nderuar familje Gjeloshaj, qëndroni kryelart për personin prej të cilit po ndaheni sot. Mburrni edhe me tutje për bashkëshortin, vllaun, babën, gjyshin, kunatin, vjehrin, axhën tuaj të nderuar Zefin. Edhe për ne që e njohëm shumë më pak, kjo është humbje. Jo për shkak të viteve që kishte, po për shkak të veprës që e la pas vetes, të cilës na duhet t'i përkulemi. Ju faleminderit. Në emër të familjes Gjeloshaj, ftoj Nikën Gjeloshaj, nipin e të ndjerit, të drejtohet me disa fjalë. Të nderuar të pranishëm, dëshiroj që në emër të familjes të falenderoj Këshillin Kombëtar Shqiptar për organizimin e kësaj ore komemorative për të kujtuar familjarin tonë, njëkohësisht falenderoj Nikolën Berishaj për fjalën e tij të rastit. Këto janë raste me të cilat ne si familje do të jemi falenderues që kujtohet të shënoni me këtë orë familjarin tonë dhe në këtë mënyrë të treguat respektin për të ndjerin Zef apo Zelo, sikur kemi thirrë ne dhe familjen tonë. Faleminderit. E nderuar familje Gjeloshaj, të nderuar pjesëmarrës të kësaj ore përkujtimore, me dëshirë që takimet tjera të jenë takime festive, ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe e mbyllim këtë orë përkujtimore.